Mere këtë se do flasin tani. Ale këti. Prit poshtë. Merë fjalën procedurë kur të vi radha, ju lutem. Po jo se smeret kështu siç e doni ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Zoti Balla, fjala për replikë. Faleminderit zoti kryetar, në replik me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sot në fakt me që folët për frikë, hera e parë në histori që ti ka ardhur para meje në seancë. S'kishte ndodhur ndonjëherë, sepse gjithmonë vi i pari, por kësa radhe ma kalove kësha arqën 8 dhe të gjeta dhe në kafe me gonen. Tani sa i përket pjesës së kostumit, rritu sa të duash, as nuk e mbush, as nuk e knaq dot kostumin tim, që t'jemi të qartë për këtë pjesë në të gjitha aspektet e një diskutimi, por është keqardhja e madhe që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Partia Demokratike e vlerave të mëdha, e përfundon diskutimin dhe dashur qytetarë shqiptarë. Kush është dallimi më i madh mes këtij grupi parlamentar dhe këtij grupi parlamentar? Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit, ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunuesin. Do ti t'ja plotësosh kërkesat protestuesve. Saliun Burg thot protesta. Plotësoja pra kërkesën e protestuesve. Çoje Saliun Burg. Ja plotëson dot kërkesën. Sa i përket ta thash, nuk të fuz dot brenda kostumit tim se nuk më pëlqen. Kështu që në këtë këndvështrim, zoti kryetari i kuvendit, me qenë se nuk kishim propozim për... Përfundoni, ju lutem. Nuk kishim në propozim për kalendarin, me qenë se kishte një kundër, një pro, atëherë ju lutem hidhni në votim kalendarin sipas procedurës. Faleminderit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, zoti Bardhi. Zoti Berisha replik, ju lutem. Ju lutem. Jo.